Kur pritja të rëndon shpirtin, mos e humb sabrin, sepse Allahu nuk të ka harruar. Ndoshta sot, ndoshta prej javësh, ndoshta prej muajsh, ti je duke pritur. Prit një përgjigje, prit një derë që hapet, prit një ndryshim, prit një shenjë, dhe ndërsa pret, zemra jote lodhet. Mendja pyet vazhdimisht, përse kaq gjatë, përse unë, a më ka harruar Allahu? Pikërisht për këto momente, kjo video është një kujtesë e butë. Ti nuk je vetëm dhe Allahu nuk të ka harruar. Ai të sheh, ai e di çfarë po pret dhe ai e di pse kjo pritje po zgjat. Ndonjëherë pritja nuk është ndëshkim, ndonjëherë pritja është përgatitje. Ashtu si toka pret farën për të dhënë frutin më të bukur, ashtu si agjimi pret natën për të dalë më i ndritshëm, ashtu edhe ti po përgatitesh për diçka që ende nuk e sheh. Sot po qëndrojmë te tema sabër në kohë pritjeje. Kur njeriu pret dhe nuk sheh asnjë shenjë, ai ka nevojë për diçka më shumë se fjalë të zakonshme. Ka nevojë për një kthim të qetë te Allahu, për një lutje që e ul zhurmën e brendshme dhe i kujton zemrës se afati i Allahut është më i mirë se afati ynë. Ai që vonon përgjigjen nuk të ka lënë pas dore. Ai po e përgatit përgjigjen në mënyrën më të mirë për ty. Merr frym ngadalë, liro pak supet, lëre mendjen të pushoj për një çast. Thuaj me vete, Allahu e di kur unë nuk e di. Allahu sheh atë që unë nuk shoh. Nëse përgjigja po vonohet, ndoshta mëshira e tij po e mbron nga diçka që nuk e kuptoj. Nëse dera nuk hapet, ndoshta një derë më e mirë po përgatitet diku tjetër. Tani leti drejtohemi Allahut me zemër të pastër. O Allah, ti që e di lodhjen time para se unë të flas, ti që e di lotin tim para se ai të bjerë, më jep sabër në këtë pritje. Mos e le zemrën time të humbas shpresën. Mos e le mendjen time të dyshoj në mëshirën tënde. Unë nuk e di ku do të vi ajo që pres, por ti e di, dhe më mjafton që ti e di. O Allah, nëse kjo pritje është për të më pastruar, më pastro. Nëse është për të më mësuar diçka, më mëso. Nëse është për të më afruar më shumë me ty, më afro. Dhe nëse ajo që pres nuk është e mirë për mua, më jep diçka më të mirë në kohën më të mirë. Më jep bindjen se çdo vonesë ka një urtësi dhe çdo sabër ka një shpërblim që unë ende nuk e shoh. O Allah, për çdo njeri që po e dëgjon këtë video me një pritje të gjatë në zemër, bëje takimin e tij me lehtësimin të afërt. Mos e lodër më shumë se sa mund të mbaj. Jepi atij një shenjë të vogël shprese në ditët në vijim, një fjalë, një takim, një hapje të papritur. Bëj ata që presin të jenë ata që një ditë do të tregojnë se si sabri i tyre u shpërblye në mënyrën më të bukur. Dhe kur kjo video të mbaroj, mos e merr me vete vetëm zërin tim. Merr bindjen se Allahu po punon për ty, edhe kur ti nuk sheh asgjë. Merr bindjen se çdo lot i fshehur, çdo lutje e papërgjigjur për një kohë dhe çdo sabër i qetë është i shkruar në një libër që një ditë do ta lexosh me mirënjohje. Qëndro me sabrin, qëndro me lutjen, dhe nëse e ndjeve këtë në zemër, shkruaj amin në komente, ruaje këtë video për ditët e tjera të pritjes dhe ndaje me dikë që e di se ka nevojë për këtë kujtesë sot. Bismillahirrahmanirrahim.